ju i dini bindet e mia, unë nuk është se jam në një simpatizant i Ramës, por nëse Rama e ka ngritur çështjen e UÇK-s, jo nëse, unë e kam bërë thirrje dhe më bëhet shumë qefi nëse Rama e ka ngritur. Atëre, për ta ndihmuar ka përmendur me emër UÇK. Ja, pra ja, ta ndjeki. Ta ndjekim insertin kur Rama ka përmendur. Është breaking news për mua, unë sa brita në. Po, pjesë e fjalimit të tij. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykate posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu, që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Zoti Gjoni, e fortë ishte? Shumë e fortë. Ëh? Nuk kam një simpati për kryeministrin. E di, kjo dihet botërisht. Por t'i njohim meritën. Cezarit atë që i takon me Cezarit. Edhe t'i japim Zotit atë që i takon Zotit. Dhe në këtë moment Cezari ka bërë një akt patriotik që unë e vlerësoj maksimalisht sepse duhet përdor e gjithë fuqia diplomatike e Tiranës, shumë më tepër se e Prishtinës, sepse ne jemi epiqendra e albanosferës, e shqiptarisë,